Llojet e punonjësve e vërtet e hidhur. Një drejtor pyeti 3 punonjësit e tij në punë. A bëjnë 2 + 2 barabart 5? I pari ju përgjigj, po zotëri, 2 + 2 e barabart me 5. I dyti ju përgjigj, po zotëri, 5 bëjnë nëse i shtojmë 1. Dhe i treti tha, jo zotëri, është gabim, sepse 2 + 2 është e barabart me 4. Në ditën tjetër, punonjësit nuk e pan shokun e tyre të tretë, pasi pyetën për të, mësuan se ai ishte i përjashtuar. Zëvendës drejtori u habit dhe i tha drejtorit, zotëri, pse u përjashtua i treti? Drejtori ju përgjigj, përsa i përket të parit, që tha se 2 + 2 barabart 5, ai është gënjeshtar edhe ai vet e di që është gënjeshtar. Ky lloj kërkohet. Sa i përket të dytit, që tha se 2 + 2 barabart 5 nëse i shtohet 1, ai është i zgjuar dhe ky lloj kërkohet. Sa i përket të tretit, që tha se 2 + 2 është e barabart me 4, ai është i sinqert dhe ky lloj është i lodhshëm dhe i vështirë në bashkëpunim. Drejtori e pyeti zëvendësin e tij, po tani, a bëjnë 2 + 2 barabart me 5? Zëvendësi i tij tha, e dëgjova fjalën tuaj zotëri, dhe nuk mund ta interpretoj, sepse njerëz si unë nuk mund ta interpretojnë fjalën e një dietari. Drejtori ju kthye dhe i tha, ky lloj është hipokrit dhe ky lloj është i dashur.